Du musst alles vergessen, as man dir Berzunglichkeit beigebracht hat. Logjika na tregon se për t'i pëlqyer dikujt duhet të tregojmë interes, të jemi të disponueshëm dhe të shprehim qartë qëllimet tona. Por psikologjia njerëzore nuk funksionon sipas logjikës, por sipas dëshirës. Çfarë do të ndodhte nëse të thosha se mënyra më e shpejtë për të shkaktuar një obsesion tek dikush nuk është të thuash, më pëlqen, por t'i shikosh thellë në sy dhe t'i përshpërisësh, më vjen keq që mes nesh kur s'do të funksiononte. Tingëllon kontradiktore, apo jo, gati si vetë sabotim. Por pikërisht në atë moment ti aktivizon një nga çelësat më të fuqishëm dhe të rrezikshëm të mendjes njerëzore. Ti e ke kthyer një tërheqje të thjeshtë në një sfidë, je bërë fruti i ndaluar. Mendo një moment, pse Eva mori mollën, jo nga uria, por sepse ju tha qartë se nuk duhej ta merrte. Ndalimi nuk e uli dëshirën e krijoi atë. Në joshje ndodh e njëjta gjë, jemi të përmbytur nga po-të. Rrjetet sociale janë një garë e pandalshme për të treguar kush është më i disponueshëm, kush pëlqen më shpejt, kush përgjigjet i pari. Dhe në mes të këtij zhurme, personi që guxon të nënkuptojë një jo papritur bëhet magnetik. Sot nuk po flasim për teknikat e zakonshme të flirtimit, por për joshjen e përmbysur. Do të zbulojmë pse zemra jote rre më shpejt kur përballesh me një pengesë dhe pse fraza nuk duhet të është pafundësisht më joshse se sa do të doja. Ajo që do të zbulosh është se si ta përdorësh rezistencën strategjike jo për të refuzuar dikë, por për ta sfiduar aq shumë sa ai të lëviz qiellin dhe tokën për të treguar se ja vlen të thyej rregullat për ty. Sepse në fund ne nuk biem në dashuri me të lehtën, por obsesionohemi me atë që duket e paarritshme. Kjo ide është në kundërshtim të plotë me kulturën tonë të kënaqësisë së menjëhershme. Jemi stërvitur të kërkojmë aprovimin e menjëhershëm, të mbledhim matches si kartolina dhe çdo pengesë ta interpretojmë si papërshtatshmëri. Por tërheqja e vërtet, ajo që mbetet, rrallë lind nga rehatia, ajo lind nga tensioni. Fenomeni që po shqyrtojmë quhet reagim psikologjik. Termi u krijua në vitet 60 nga psikologu Jack Roubrem dhe premisa bazë është e thjeshtë, por e fuqishme. Kur një personit i mohohet një opsion apo sjellje, dëshira nuk zhduket, ajo shumë fishohet. Kjo nuk është logjik, por instinkt për të ruajtur lirinë. Kur i thua dikujt, nuk duhet të, ti nuk mbyll një derë, ti aktivizon një alarm në trurin e tij që bërtet, po ma marrin lirinë për të zgjedhur. Menjëherë ky person ndjen nevojën të pohojë pikërisht atë liri. Dhe si? Duke u përpjekur të arrijë atë që ju paraqit si e paarritshme. Le të shohim botën moderne të takimeve. Shumica e ndërveprimeve janë të parashikueshme. Interesi shpërndahet falas, disponueshmëria është e pakufizuar. Kjo çon në investim emocional minimal. Kur të gjithë janë të disponueshëm, askush nuk ka vlerë të veçantë. Efekti i frutit të ndaluar në këtë skenar është një bombë emocionale, sepse e thyen me forcë modelin e parashikueshmërisë. Por këtu qëndron paralajmërimi i parë i rëndësishëm. Ka një vijë shumë të hollë mes një sfide joshse dhe një refuzimi armiqësor. Nëse e bën gabim, personi thjesht largohet. Nëse e bën si duhet, tjetri pushon së të konsideruari si një opsion mes shumë të tjerëve dhe fillon të shohë si misionin kryesor. Premtimi im për ty është ky: nëse qëndron deri në fund të kësaj analize, do ta kuptosh dallimin mes këtyre dy skenarëve. Unë nuk do të jap fjali të gatshme që ti përsërisësh si papagall. Do të ta shpjegoj mekanizmin e saktë se si mund ta kalibrosh komunikimin tënd në mënyrë që të pushosh së qeni personi që pret të zgjidhet dhe të bëhesh ai që vendos sfidën. Do të mësosh si ta kthesh sigurinë në mister dhe interesin e rastësishëm në fiksim. Për të kuptuar pse efekti i frutit të ndaluar funksionon me një saktësi kaq shkatërrimtare. Së pari duhet të zhytemi në realitetin e ashpër të psikologjisë moderne të tërheqjes, sidomos nga perspektiva e njerëzve që janë mësuar të kenë gjithmonë opsione. Jetojmë në epokën e paradoksit të zgjedhjes. Aplikacionet e takimeve dhe rrjetet sociale kanë krijuar iluzionin e bollkut të pafund.
Kur ke qasje në një katalog të dukshëm të pakufizuar njerëzish, vlera e perceptuar e secilit individ bie drastikisht. Vëmendja bëhet monedha më e vlefshme dhe njerëzit bëhen jashtëzakonisht kopratës kur vjen puna për ta investuar atë. Në këtë ambient, strategjia standarde për të qenë i sjellshëm dhe për të treguar interes nuk është vetëm jo efektive, por kundërproduktive. Imagjinoje skenarin nga perspektiva mashkullore. Historikisht dhe biologjikisht, sipas modeleve evolucionare, burri është kushtëzuar të kapërcej pengesa për të fituar një partnere. Por në botën moderne këto pengesa pothuajse kanë zhdukur. Interesi tregohet hapur shpesh me dëshpërim. Aprovimi shpërndahet në formë likes dhe përgjigjesh të menjëhershme. Rezultati, instinkti i gjuetisë, ky motor biologjik që rrit vlerën e asaj që kushton mund, mbetet pa karburant. Nuk ka më asgjë për të ndjekur, kur preja vet vjen te gjuetari dhe shtrihet para këmbëve të tij. Në këtë kontekst, tërheqja vdes nga lehtësia e tepërt. Këtu hym në fushën qendrore të konfliktit ton, disonanca kognitive. Ky është termi për gjendjen e shqetësimit mendor kur kemi njëkohësisht dy bindje kontradiktore. Në joshje, kjo disonancë është si barull. Shumica e afrimeve kërkojnë harmoni. Unë të pëlqej, ti më pëlqen, jemi dakord. Lineare, e parashikueshme, e mërzitshme. Genialiteti i joshjes së përmbysur qëndron në krijimin me vetdije të një përplasjeje idesh në mendjen e tjetrit. Formula është e thjeshtë, lidhje plus barierë. Le të shohim hap pas hapi se si ndërtohet kjo përplasje. Faza e parë është lidhja e vërtetë. Kjo është vendimtare. Teknika nuk funksionon nëse nuk ka kimi reale. Duhet të jesh simpatik, me humor, i vëmendshëm. Duhet të tregosh pa e thënë drejt për drejt se je një njeri me vlerë të lartë, që bën një jetë të plotë dhe që e shijon ndërveprimin. Tjetri duhet të mendoj, kjo lidhje është e mrekullueshme, ndihem rehat, ndihem i tërhequr. Deri këtu gjithçka normale. Karemi është hedhur, por peshku është fort në grep. Dhe pikërisht në momentin kur lidhja arrin kulmin e saj, futet bariera. Bariera nuk është një mur akulli, asnjë jo i ftohtë. Ajo është një kundërshtim i hollë, shpesh i maskuar si logjik ose shqetësim. Fjali si, po kaloj një kohë jashtëzakonisht të bukur me ty, me të vërtetë, por e di që ndoshta do të thyja zemrën. Jam shumë i komplikuar për dikë si ti. Ose klasikja, më vjen keq që jemi kaq të ndryshëm. Do të ziheshim për 2 ditë, edhe pse kimia është tmerrësisht e fortë. Apo edhe, pikërisht sepse më je kaq i pëlqyeshëm, nuk duhet të përziejmë gjërat. E vlerësoj shumë lidhjen tonë për ta rrezikuar me më tepër. Le të analizojmë bombën që sapo e ndeze në mendjen e tjetrit. Ti ke krijuar 2 ide të kundërta që tani luftojnë me njëra tjetrën. Ndjej një tërheqje dhe lidhje të fortë me të realiteti emocional. Por, ajo thot se për arsye logjike nuk mund të jemi bashkë, bariera e vendosur. Truri i njeriut e urren këtë tension. Ai duhet ta zgjidhë. Për ta zhdukur këtë disonancë, duhet të hedh poshtë njërin nga këto ide. Nëse lidhja jote nuk ishte mjaftueshëm e fortë ose bariera tepër e ashpër, personi zgjedh rrugën e lehtë. Ajo ka të drejtë, më mirë të largohem. Pikërisht kjo i ndodh shumicës që përpiqen të bëhen të pakapshëm pa kalibrim të duhur. Ata dështojnë sepse krijojnë refuzim në vend të sfidës. Por nëse ke kalibruar si duhet ngrohtësinë fillestare, mendja e tjetrit nuk pranon të heqë dorë nga ideja e parë. Unë ndjej tërheqje për të. E vetmja mënyrë për ta zgjidhur disonancën është të sulmoj idenë e dytë, nuk mund të jemi bashkë. Truri i tij kalon automatikisht nga pasiviteti në modalitetin e zgjidhjes së problemeve. Mendimi i tij i brendshëm nuk është më, a më pëlqen ajo mjaftueshëm? Por, si ti provoj se gabon, si ta kapërcej barierën që ajo vendosi. Ti e ke ndryshuar rrënjësisht dinamikën e pushtetit. Nuk je më në audicion për një rol, por bëhesh vendimmarrësja që zgjedh kush është i përshtatshëm. Konflikti nuk është më i jashtëm, a do t'i pëlqej unë asaj, por i brendshëm për të. Unë duhet t'i provoj se jam përjashtimi i rregullit të saj. Ky është fillimi i harkut narrativ të obsesionit.
Ti nuk i kërkon atij të ndjek, i jep një arsye logjike pse ai vetë dëshiron ta bëjë. E kemi vendosur fushën e betejës, disonancën kognitive. Tani duhet të analizojmë strategjinë e sulmit, sepse suksesi i kësaj taktike nuk qëndron te forca e verbër, por te precizioni kirurgjik. Të përdorësh gabimisht efektin e frutit të ndaluar është si të përpiqesh të çaktivizosh një bombë duke prerë kabllon e gabuar. Rezultati është një katastrofë e menjëhershme. Shumica e njerëzve e ngatërojnë të jesh një sfidë me të jesh i pakëndshëm. Ata dështojnë sepse ekzekutimi i tyre duket i ftohtë, i distancuar ose hapur manipulues. Mjeshtëria e vërtetë qëndron në balancimin e dy elementeve që duken të kundërt, ankorimin e lidhjes dhe tërheqjen strategjike. Le të zbërthejmë këtë taktikë qendrore që ne e quajmë sfida e ngrohtë. Komponenti i parë është ankorimi. Përpara se të nënkuptosh pamundësinë, duhet të sigurohesh që tjetri ndihet jashtëzakonisht mirë me ty. Nuk mund të ketë frut të ndaluar nëse që në fillim askush nuk të percepton si të dëshirueshëm. Për këtë duhen aftësi të theksuara sociale, dëgjim aktiv, humor i përbashkët, konfirmim i hollë dhe mbi të gjitha rrezatimi i një energjie pozitive e të sigurt. Tjetri duhet të ndjejë se me ty mund të jetë plotësisht vetvetja, se biseda rrjedh pa mundim. Ky ankorim krijon bazën emocionale. Personi mendon, nuk kam ndjer një lidhje të tillë me dikë prej kohësh. Ti krijon një kulm emocional. Komponenti i dytë është tërheqja, por jo tërheqja fizike apo ndërprerja e komunikimit, por konceptuale. Pikërisht në momentin e lidhjes më të fortë fut pengesën. Këtu shumica bëjnë gabimin fatal. Një keqkuptim i zakonshëm është të shprehin refuzim të drejtë për drejtë, nuk më intereson ose nuk po kërkoj asgjë. Kjo është si ti përplasësh derën para fytyrës. Ajo e përfundon ndërveprimin dhe aktivizon egon, jo instinktin e gjuetisë. Teknikën e duhur e përdor gjuhën e rrethanave. Çelësi është që arsyen t'i atribuosh rrethanave, fatit ose natyrës tënde të komplikuar dhe jo mungesës së tërheqjes. Le të analizojmë shembullin, po kaloj një kohë të jashtëzakonshme me ty. Më vjen keq vetëm që jemi kaq të ndryshëm. Do të ziheshim për 2 ditë. Bëre strukturën, konfirmim pozitiv plus pengesë e pakapërcyeshme. Tingëllon logjike në dukje. Pjesa e parë, po kaloj një kohë të jashtëzakonshme me ty, çarmatos mbrojtjen. Pjesa e dytë, do të ziheshim për 2 ditë, sjell konfliktin. Vendimtare është toni, duhet thënë me një buzëqeshje konspirative, me një nënkuptim lojcak melankolik, jo me seriozitet dramatik. Mesazhi nën këtë nuk është largohu, por më bind që gaboj. Me këtë roli i gjuetisë përmbyset. Në momentin që ti shpreh pengesën, i merr tjetrit gjithë fuqinë e vlerësimit. Ai nuk vendos më nëse i pëlqen ti tashmë ke vendosur për të dy se nuk do të funksionojë. Kështu ja heq mundësinë të refuzoj. Si mund të refuzoj dikush dikë që e ka shpallur vetë lidhjen të pamundur, e pamundur? E vetmja pozitë e mbetur e fuqisë është të kundërshtoj premisën tënde. Truri i tij kalon nga gjykatës te mbrojtësi i lidhjes. Pse funksionon kaq me besueshmëri? Sepse prek drejt për drejt 2 instinkte themelore, nevojën për të zgjidhur probleme dhe aversionin ndaj humbjes. Nëse ti paraqet lidhjen si diçka me vlerë që mund të humbas për shkak të një pengese, ti aktivizon dhimbjen e humbjes. Njerëzit e vlerësojnë më shumë atë që rrezikojnë ta humbasin sesa atë që mund ta fitojnë lehtësisht. Tjetri ndjen se është gati të humbas këtë lidhje të mrekullueshme që sapo përjetoi me ty. Impulsi i tij natyral do të jetë të luftoj për ta mbajtur, por ekziston një parim themelor, mosvarësia e dukshme. Kjo taktik funksionon vetëm nëse tjetri e ndjen instinktivisht se lumturia dhe vlera jote si individ nuk varen as pak nga rezultati i këtij ndërveprimi. Nëse ai percepton qoftë edhe një shenjë se ti po e përdor këtë teknik nga pasiguria ose sepse dëshiron me çdo kusht të jesh i ndjekur, magjia prishet menjëherë. Manipulimi i zbuluar krijon neveri. Mosvarësia shfaqet në gjuhën e trupit, në ritmin e jetës tënde, në mënyrën si sillet me veten.
Është qetësia për të ditur, nëse ai nuk e pranon sfidën asnjë problem, jeta ime mbetet sërish e shkëlqyer. Ky është dallimi mes një thesari të ruajtur nga një draguar i frikshëm dhe një kasaforte bosh me një ngjitës e vështirë për t'u hapur. Vlera e vërtet duhet të paraprijë vështirësisë së perceptuar. Prandaj kjo teknik nuk është për fillestarët në zhvillimin personal. Ajo kërkon siguri të brendshme të vërtetë. Pikërisht këtu tensioni bëhet i shijshëm. Ti e ke vendosur sfidën e ngrohtë. Ti e ke përmbysur rolin. A e tregove mosvarsinë tënde? Çfarë ndodh pas kësaj? Tjetri do të përpiqet të testojë barrierën dhe do të thotë gjëra si: pse e thua këtë? Nuk besoj se jemi kaq të ndryshëm. Dhe edhe nëse do të ziheshim pikërisht, kjo do ta bënte emocionuese. Ata kanë gëlltitur karemin, po përpiqen të zgjidhin enigmën që u vendose. Por ajo që ndodh më pas është edhe më e habitshme. Sa më shumë që ata përpiqen ta shembin barrierën logjike, aq më shumë e bindin veten se me të vërtetë duan të jenë me ty. Është një qark i vetbindjes. Ata kanë hyrë me dëshirë në labirint dhe çdo përpjekje për të dalë i ngatëron edhe më thellë në idenë për ty. Këtu arrim të thelbi i errësirës, motori i palvizshëm që shtyn dëshirën njerëzore. Nëse e ke ndjekur fillin deri këtu, e ke kuptuar si të krijosh disonancë dhe si të përmbysësh rolet. Por tani duhet t'i përgjigjemi pyetjes vendimtare. Pse kjo tension kaq tërheqëse është pothuajse e padurueshme? Përgjigjja është një e vërtet brutale që bie ndesh me të gjitha rrëfimet romantike moderne. E vërteta është, joshja në fazën e saj të parë ka pothuajse asgjë të përbashkët me kompatibilitetin, mirësinë apo logjikën. Ajo ka të bëjë tërësisht me tensionin narrativ. Na është shitur ideja se po kërkojmë gjysmën tonë më të mirë, dikë që na përshtatet në mënyrë perfekte, që është i lehtë, mirëkuptues dhe i parashikueshëm. Ne kërkojmë rehatin, por dëshira nuk lind në rehati. Dëshira lind në fërkim. Ajo që në të vërtetë duam nuk është një person që plotëson një listë kriteresh. Ne dëshirojmë një histori në të cilën luajmë rolin kryesor. Kur e pozicionon veten si fruti i ndaluar, ti pushon së qeni thjesht një person, bëhesh një subjekt, një aventurë. Nuk je më një produkt në raft, por thesar në fund të një harte me kurthe. Që këtu e tutje gjithçka ndryshon. Tjetri nuk të qaset më në një nivel logjik barazie. Ai përpiqet të fitojë një lojë që ti e ke projektuar. Le të mendojmë për psikologjinë e suksesit. Vlera që i atribuojmë një objekti apo qëllimi është drejt për drejt proporcionale me përpjekjen që investojmë për ta arritur. Ky është parimi i kostove të fundosura, i aplikuar te emocionet. Nëse diçka është falas, truri ynë supozon se është e pavlefshme. Nëse diçka kërkon sakrificë, djersë dhe strategji, truri ynë e justifikon këtë investim duke racionalizuar çmimin si jashtëzakonisht të vlefshëm. Kur nënkupton se je fruti i ndaluar, bën diçka mjeshtërore, i jep tjetrit një mision. Nuk bëhet më fjalë vetëm që dy njerëz të pinë një kafe, bëhet fjalë që një hero të dëshmojë se është i denjë të thyejë rregullin. Ti i flet instinktit të tyre parsor, shtysës për të kapërcyer një pengesë. I pyet indirekt, a je ndryshe? A je mjaft i fortë, i zgjuar ose i veçantë për të zotëruar këtë kompleksitet? Ky është një ndërhyrje e drejtë për drejtë në ego. Personi nuk dëshiron vetëm të pushtojë ty, ai dëshiron ta pushtojë veten përmes teje. Ai do të jetë ai që e ka zgjidhur enigmën. Kur një burr ose grua përballet me një barrierë të ngrohtë, monologu i brendshëm transformohet. Tërheqja fillestare përzihet me adrenalinën e garës. Çdo ndërveprim merr peshë, sepse çdo fjalë, çdo gjest bëhet pjesë e një strategjie për të çarë mekanizmat e tu logjik mbrojtës. Ky është kulmi emocional, çasti kur tjetri vendos brenda vetes ta pranojë sfidën. Në këtë moment, perceptimi i tij për ty ngrihet mbi të gjitha opsionet e thjeshta. Opsionet e thjeshta ofrojnë kënaqësi të menjëhershme, por jo kuptim narrativ. Ti ofron diçka shumë më tërheqëse, premtimin e një fitoreje të arritur me mund.
Obsesioni lind pikërisht kur personi pushon së peshuari pro dhe kundrat e marrëdhënies dhe nis të fantazoj për momentin kur bie bariera. Imagjinata mbush boshllëqet, të idealizon. Sa më i vështirë qasja, aq më i vlefshëm objektivi. Ti nuk po e shes veten, po e shes aventurën e të arriturit të ti. Dhe ironia më e madhe, në fund, pikërisht nga ky përplasje fillestare mund të lindë kompatibilitet i vërtetë. Ndërsa tjetri përpiqet të kuptoj kompleksitetin tënd dhe të kapërcej barierat e tua, ai investon aq shumë kohë dhe energji mendore të tij, sa lind një lidhje shumë më e thellë se sa në një bisedë të zakonshme për shihet muzikore. Ai ka luftuar për ty, pra ti duhet të jesh me vlerë. Pika e kthesës, kulmi emocional, qëndron në të kuptuarit. Ti nuk po manipulon ndjenja, ti po përgatit skenën që tjetri, përmes përpjekjes së vet, të krijojë ndjenja intensive. Ti krijon një boshllëk që dëshira e tij duhet ta mbush. Dhe në botën e tërheqjes njerëzore, një boshllëk i vendosur mirë është më i fuqishëm se çdo deklaratë e drejtpërdrejtë dashurie. Jemi në pikën e vlimit. Sfida është vendosur, instinkti i gjuetisë është aktivizuar dhe tjetri po investon energji mendore për të zgjidhur enigmën që i ke vendosur. Tani vim te momenti më delikat, zgjidhja. Çfarë bën kur teknika funksionon? Si e trajton rënien e barierës pa lejuar që i gjithë vlerësimi i ndërtuar të shpërndahet si tym? Sepse nëse kulmi ishte krijimi i tensionit, atëherë zgjidhja është arti për ta shfryrë këtë tension në mënyrë strategjike. Parimi i parë, kuptoj qëllimin e vërtetë të kësaj strategjie. Nuk bëhet fjalë për manipulim, as për një kënaqësi të çastit nga fakti që dikush të dëshiron. Kush e përdor për të luajtur me ndjenjat, përfundon shpejt në marrëdhënie toksike dhe me karma personale të keqe. Qëllimi i vërtetë i efektit të frutit të ndaluar është i dyfishtë, filtrim dhe forcim. Filtrim. Në një botë me plot opsione dhe investim të ulët, të duhet një mekanizëm për të ndarë kuriozët nga seriozët. Me një sfidë të ngrohtë ti pyet nën Z, sa shumë të rëndësoj vërtet, njerëzit me interes të ulët që kërkojnë vetëm kënaqësi të shpejtë ose nuk janë gati të përpiqen, largohen menjëherë në shenjat e para të fërkimit. Kjo kurse në kohë, kush qëndron dhe e pranon sfidën, tregon një nivel shumë më të lartë interesi të vërtetë. Ti ke larguar turistët emocional. Forcim, siç e pam te kulmi, përpjekja rrit vlerën e perceptuar. Kur tjetri investon kohë dhe energji për të deshifruar dhe për të kapërcyer barierën, pikërisht kjo investim e bën të dukesh më i vlefshëm. Zgjidhja nuk do të thotë thjesht të dorëzohesh, por ti mundësosh atij fitoren pas një betejë të ndershme. Tani të kalojmë te udhëzuesi praktik për zgjidhjen. Çfarë të bësh dhe çfarë të shmangësh që të ulesh në mënyrë të sigurt? Çfarë të shmangësh? Gabimet fatale që shkatërrojnë çdo tërheqje. Shmang mizorinë ose refuzimin e ftohtë brutal. Vizimi mes një misteri joshës dhe një arrogancë neveritëse është tej mase i hollë. Fjali si ti si e tipi im ose me ty s'do dilja kur janë përfundimtare dhe të ftohta. Ato vrasin çdo shpresë. Fruti i ndaluar nuk thotë, nuk duhet të më hash sepse jam i prishur, por nuk duhet të më hash sepse jam aq i ëmbël sa do të ishte e rrezikshme. Dallimi është vendimtar. Refuzimi i ftohtë aktivizon egon mbrojtëse dhe sjell tërheqje. Sfida e ngrohtë aktivizon egon sulmuese dhe ndjekjen. Çfarë duhet të shmangësh? Mos u dorëzo shumë shpejt. Ky është gabimi më i shpeshtë. Ti ndërton gjithë këtë tension, tjetri shtyn pak dhe ti dorëzohesh menjëherë. Ke të drejtë. Haro çfarë thash. Le të dalim nesër për darkë. Me këtë ti sinjalizon se barierat e tua nuk ishin të vërteta, por vetëm një blof. Mistika shembet, tensioni i mbledhur shkarkohet pa shpërblim dhe vlera jote e perceptuar bie. Duhet ta mbash kornizën e pamundësisë aq gjatë sa investimi i tjetrit të bëhet real. Mendoje si një shirit gome, sa më shumë e shtrim përpara se ta lëshosh, aq më i fortë është goditja. Mos e përdor kur këtë teknik nga pasiguria e vërtetë. Nëse ndihesh në thelb inferior ndaj tjetrit dhe e përdor këtë vetëm për të barazuar terrenin, do të dështosh.
Mosvarësia duhet të jetë reale. Njerëzit e ndjejnë pasigurinë nga kilometra larg edhe kur maskohet si arrogancë. Nëse thua, jam shumë i komplikuar për ty, ndërkohë që gjua jote e trupit ulëret, të lutem mos ik, kjo mospërputhje e shkatëron besueshmërinë tënde. Çfarë duhet të bësh? Ekzekutimi mjeshtëror do të thotë ta kalibrosh ngrohtësinë në rezistencë. Kur tjetri përpiqet ta çajë barrierën, nuk besoj se jemi aq të ndryshëm, mos ju përgjigj me logjikë të ftohtë, por me ngrohtësi dhe ambivalencë. Buzëqesh dhe thuaj, je shumë bindës, por ende mendoj se do të ishte e rrezikshme. Me këtë ruan barrierën, por validon përpjekjen e tij. Ti e njeh mundin e tij pa e dorëzuar menjëherë fushën. Lëre atë të zgjidh problemin. Detyra jote nuk është të japësh zgjidhjen, detyra jote është të paraqesësh problemin. Lëre tjetri të sjellë vetë argumentet pse dallimet tuaja në fakt janë komplementare. Sepse kur dikush argumenton për diçka, bind veten në proces. Dorëzimi i ngadalshëm, shpërblimi, zgjidhja finale duhet të ndihet si një përjashtim i pavullnetshëm, sikur të veprosh kundër gjykimit tënd më të mirë, sepse këmbëngulja, sharmi ose inteligjenca e tij të ka bindur. Narrativa duhet të tingëllojë. Isha i bindur se kjo nuk është një ide e mirë, por këmbëngulja dhe humori yt më bën ta mendoj ndryshe. Vendosa të marr këtë rrezik për ty. Dallimi themelor. Ai ose ajo nuk të ka marrë thjesht, por ka arritur që ti të vendosësh të bësh një përjashtim. Rezultati i kësaj zgjidhjeje të kontrolluar është një transformim i plotë i rolit tënd në dinamik. Ti nuk je më opsioni i sigurt, i parashikueshëm për kohë të lirë. Ti je shpërblimi ekskluziv. Tjetri nuk ka ndjesinë se të ka zgjedhur nga një katalog, por se ka fituar një trofe. Kjo ndjesi suksesi krijon një standard vlere të lartë për çdo ndërveprim të ardhshëm. Kush ka luftuar për të hyrë, nuk do të largohet lehtë. Ai ka investuar dhe tani do ta mbrojë investimin e tij. Në fund të ditës, kur e çmontojmë mekanizmin dhe lëm pjesët më njanë, kuptojmë, efekti i frutit të ndaluar shkon shumë përtej aktit të thjeshtë të joshjes. Ajo që kemi analizuar nuk është vetëm një taktik takimesh, por një pasqyrim i një ligji themelor, si krijojnë njerëzit vlerë. Ne jetojmë në një shoqëri që predikon transparencë, cenueshmëri dhe qasje të plotë dhe që paradoksalisht adhuron vetëm atë që është ekskluzive, e rrallë dhe e vështirë për të arritur. Le të shohim përtej marrëdhënieve, le të marrim ekonominë e luksit. Një markë si Ferrari kufizon prodhimin qëllimisht. Edhe me para në dorë nuk mund të blesh thjesht një nga modelet e tyre ekskluzive, të duhet një histori blerjesh, një miratim. Ata krijojnë një barrierë artificiale. Hermes nuk i vendos çantat Birkin në vitrinë, por të fut në një listë pritjeje për vite. Ata nuk shesin produktin, shesin statusin përmes mungesës. E njëjta gjë vlen për artin, universitetet elitare ose qarqet e mbyllura shoqërore. Vlera nuk qëndron te objekti vet, por te vështirësia e qasjes. Le ta zbatojmë këtë të vërtetë në jetën tonë. Do të thotë, kapitali yt më i madh nuk është mirësia jote apo dëshira për t'u pëlqyer të gjithëve, por aftësia për të vendosur dhe mbajtur standardet e tua. Personi më tërheqës në një dhomë nuk është ai që përpiqet më shumë të pëlqejet, por ai që është aq i zhytur në misionin e tij, aq i kënaqur me jetën e tij, saqë validimi i tij as nuk vihet në diskutim. Koha e tij është e kufizuar, sepse e mbush me gjëra me rëndësi. Energjia e tij është e kufizuar, sepse nuk e shpërdoron në sipërfaqësi. Gabimi themelor është të besosh se kjo teknik konsiston në të shtirurit e paarritshmërisë. Shtirja është e brishtë. Mjeshtëria e vërtet është të jesh realisht me vlerë dhe vlera e vërtet krijon vetvetiu mungesë. Kur ke objektiva të qarta, pasione që të shtyjnë dhe një vetvlerësim të fortë, nuk ke kohë dhe energji të ndjekësh njerëz që nuk të vlerësojnë. Nuk duhet të bëhet autentike, sepse realisht nuk ke kohë për dramë të panevojshme apo investime gjysmake. Joshja e përmbysur pushon së qeni një taktik dhe bëhet simptom e bollkut tënd të brendshëm. Kjo e vërtet na çon në një përfundim të pakëndshëm, por të domosdoshëm për natyrën njerëzore.
ndoshta jemi të programuar të ndjejmë një dozë të pakënaqësisë. Ndoshta dëshira ka nevojë për një pengesë për të ekzistuar fare. Kjo ngre një pyetje të vështirë për marrëdhëniet afatgjata. Si ta mbash gjallë dëshirën kur ndalimi është zhdukur dhe rehatia ka zënë vend? Përgjigjja, dinamika duhet të evoluojë. Tensioni i pushtimit duhet të shndërrohet në tensionin e rritjes së përbashkët, por për ta ndezur zjarrin, për të mbërthyer imagjinatën në një botë të mbushur me zhurmë, shkëndija e ndalimit mbetet mjeti më i fuqishëm. Të ftoj të reflektosh mbi këtë në jetën tënde. Në cilat fusha po shpërndan vlerën tënde nga frika e fërkimit, në punë, në miqësi, në marrëdhënie? Sa shpesh ke zgjedhur rrugën e lehtë dhe në fund je ndjer i nënvlerësuar? Efekti i frutit të ndaluar nuk është një ftesë për manipulim cinik, por një kujtesë se duhet të mbrosh pasurinë tënde më të çmuar, veten. Nuk bëhet fjalë për ta mbyllur derën, por për të kujtuar se ajo ekziston për një arsye dhe se vetëm ata që janë të gatshëm të vlerësojnë atë që fshihet pas saj, meritojnë një shikim brenda. Njerëzit nuk e vlerësojnë atë që e marrin lehtë, sepse instinktivisht e dinë, ajo që merret lehtë, zëvendësohet po aq lehtë. Jemi në fund të këtij udhëtimi në përhijet e dëshirës njerëzore. Ke parë teorinë, ke kuptuar mekanizmin dhe ke hedhur një vështrim mbi implikimet etike. Tani mbetet vetëm një pyetje dhe ajo nuk i drejtohet teknikës, por ty. Njohuria pa veprim është e pavlefshme. Dhe pikërisht kjo njohuri kërkon një vendim themelor nga ti. Është zgjedhja mes dy frikave. Frika për të mos u zgjedhur, nëse je tepër i arritshëm, dhe frika për të mbetur vetëm, nëse je tepër i zgjedhshëm. Gjysmë ore e fundit e kemi kaluar duke shpjeguar pse mungesa krijon vlerë. Kemi parë si rezistenca e kalkuluar ndes obsesionin. Dhe tani ti qëndron para pasqyrës. Sa herë i ke sakrifikuar standardet e tua nga frika e vetmisë? Sa herë e ke dhuruar interesin, kohën dhe energjinë njerëzve që nuk kishin bërë absolutisht asgjë për t'i merituar me shpresën e fshehtë se një ditë, në mënyrë magjike, do ta njihnin vlerën tënde? Ndoshta problemi i vërtet nuk qëndron te mizoria e botës ose te sipërfaqësia e takimeve moderne. Ndoshta qëndron tek ne. Ndoshta kemi harruar kolektivisht se ne jemi rojet e vlerës sonë. Kemi besuar rrëfimin se duhet të jemi libra të hapur të disponueshëm 24 orë, pa bariera për t'u konsideruar njerëz të mirë. Por duke bërë kështu, e kemi përmbytur tregun me disponueshmërinë tonë dhe jemi zhvlerësuar aq shumë, sa jemi bërë të padukshëm. Mendo kështu, të fajsosh të tjerët që nuk e vlerësojnë atë që u jep falas, është si të fajsosh ujin që rrjedh poshtë. Është natyra e tij. Natyra njerëzore kërkon efikasitet, rrugën më të lehtë. Nëse e prezanton veten si këtë rrugë, mos u habite kur të trajtojnë po ashtu. Përgjegjësia për të krijuar fërkimin e nevojshëm që të lindë vlera është tërësisht e jotja. Prandaj, herën tjetër që ndjen një lidhje fillestare, herën tjetër që ndodhesh në udhëkryq mes të qenit opsioni i lehtë ose sfida intriguese, pyet veten: çfarë historie dua të shkruaj? Dua të jem parathënia që ka përcehet për të arritur te kapitulli kryesor apo enigma në qendër, që e mban lexuesin zgjuar gjithë natën? Mos e ofro botën tënde në një tabaka argjendi. Njerëzit nuk respektojnë atë që u servohet pa mund. Lëri të ndjejnë se është një privilegj të pushtojnë edhe një qoshe të vogël të universitën. Jo sepse je arrogant apo manipulues, por sepse universi yt është i vlefshëm, i kultivuar me mund, i mbrojtur nga standardet e tua dhe i rezervuar vetëm për ata që dëshmohen si eksplorues të denjë. Josha e vërtet nuk do të thotë ta bindësh dikë për vlerën tënde, por të krijosh hapësirën ku ata vetë ndjejnë nevojën të provojnë vlerën e tyre. Ky kuptim është hapi i parë për të rishkruar skenarin e takimeve të tua. Tërheqja e vetëdijshme nuk është të mësosh fjali përmendësh, por të kuptosh psikologjinë që vepron nën sipërfaqe. Nëse je gati të ndalosh së reaguar vetëm ndaj rrethanave dhe fillon t'i krijosh vetë, nëse dëshiron të pushosh së qeni loja dhe në vend të kësaj të bëhesh çmimi kryesor, atëherë je në vendin e duhur.
Abonohu në kanalin ton dhe aktivizoj njoftimet, sepse në çdo video zbulojmë një shtresë të re të natyrës njerëzore. Shihemi në videon tjetër.